Kam parë disave prej jush të emocionuar gjatë këtyre 4 ditëve të fundit, ca patjetër të justifikuar prej mallit, më falni, ca të tjerë edhe prej faktit që aty brenda shkëmbimet ndonjëherë bëhen të ashpra edhe dalin nga konteksti i brendis Big Brother VIP. Gimbo, të kam parë goxha të prekur në lidhje me një shkëmbim që pate me Rogertin, që sidoqoftë jam goxha i kënaqur që arritët që të jepni dorë njëri tjetrit dhe të kuptonit rëndesën e asaj situate. Po njëkohësisht kam parë dhe shumë të emocionuar kur dëgjove këngën e Gjestit, i cili me forcë të madhe i është rikthyer muzikës. Gimbo? Faleminderit Krejve, përshëndetje mas pari të keq shqiptarët. Unë, se një djalë i ri, normalisht që duna mja zot dorën dikuj që është në mosh pak ma i madhë se unë për një gabim që e ka bo, se ma burë është ai që falë. Sa i përket fjallëve që ka full kë, na ketë e dim që ka mundet me nxirgoja Rogertit jashtë, edhe normalisht që jëm prejk pak me atem se ajo pjesë është shumë e ndishme, se mrena ashtu edhe jashtë, për këtë banorët, për këtë shqiptarët. Nëse kjo është e arsyeshme me lutë një qasi lloj loje, le të lunë për mu nuk është problem, amo i lutë na shumë, në ato pjesë nuk bën me prek, kur jo vish mu, pas një njeri që ka pas njëjtën sfidë. Edhe i falenderoj shumë edhe banorët tjerë që më kanë nejtë ofër në qatë kohë. Sa i përket pjesës këngës, kënga më ka emocionu shumë se gjatën ditës që ditë jëmë konë si mjegull, se desha që diçka ka të re diçka. Po, kur dojnë kënga e vreta që... Po pra, duke si kur e parandjeve. Po, e parandjeva. E parandjeva dhe s'mene ersi është lëshu ritmi, e kom ditë cila këngë është edhe më ka kop voj se... Po, pa dite se ke kapur që në fillim, kështu që është paka shumë një lloj bebeje që e ke kapur që nga fillimi fare. Nëse, me qënë se jemi këtu, e dini edhe vete kotja u përsëris, edhe pse të thash jam i lumtur që e keni zgjidhur këtë si bisedë, po ju lutem, mundohuni që gjërat e tilla t'i lini jashtë shtëpisë, keni shumë për t'u marrë aty brenda që të merreni me ngjarje të tilla, të cilat jo vetëm ju ngarkojnë aty brenda, po mbigjitha ngarkojnë ata që ju shohin nga ekrani edhe që nuk janë në një garë të edhshme për një çmim qindra mijëra euro. Ma mirë është me lujt pak me ftyrë, pak me nerë, se mas i dolim për këtuj, do të me pos do ftyrë do njerë ku dolim. Eksakt. Nuk mbaron jeta, thua ti, kur mbaron Big Brother, me të drejtë. Dua të ndalem ndërkohë në një dinamik tjetër. Ju ngacmova pak në lidhje me mënyrën se si jeni ulur sot, e cila është e ndryshme nga të paktën mënyrën se si jemi mësuar t'ju shohim të ulur deri më tani. Dhe një nga, le themi, dyshet e krijuara brenda asaj shtëpie që e thash edhe në hyrje të programit përpara se të lidhesha me ju, kanë qenë deri diku si të lidhur me zamk me njëri tjetrin, sonte i shohim të ulur në 2 divan përballë njëri tjetrit. Pra, Miri nga njëri krah dhe Selin nga krahu tjetër. Është një marrëdhënie e cila është diskutuar shumë, jo vetëm nga banorët aty brenda, por edhe nga ata që kanë vizituar për pak kohë shtëpinë. Se si është komentuar gjatë këtyre 43